Hapësira e dy lojrave, limiti para Big Brother Kosova. Para se të hidhte hapin e madh drejt shtëpisë së Big Brother Kosova, Limi kishte një rrugëtim të pazakontë që shumë kush nuk e dinte. Ai nuk ishte thjesht një banor i zakonshëm që pranoi ftesën e produksionit për të hyrë në lojë. Historia filloi më herët në mënyrë më komplekse dhe emocionuese. Pak ditë përpara se të hynte në Big Brother Kosova, ai kishte marrë një ftesë nga Big Brother Albania. Ishte një rast që mund të ndryshonte të gjithë rrugëtimin e tij, një mundësi që jo çdo person e merrte lehtë. Ftesa ishte e qartë dhe e shkruar me ton profesional. Ata donin të merrnin pjesë në edicionin e ri dhe I ofronin një vend të sigurt në lojë. Por Limi kishte menduar për një moment të gjatë. Ai nuk do të pranonte ftesën vetëm për të bërë pjesë e lojës. Ai donte të ishte I sigurt se do të hynte për të dhënë më të mirën dhe jo vetëm për t'u parë në ekran. Për këtë arsye, ai la një shënim tek produksioni I Big Brother Albania, një mesazh I qartë dhe I sinqert. Nëse më ftoni në Big Brother Albania, unë do ta marr ftesën vetëm nëse më lejohet të hyj në lojë me kushtet e mia përndryshe, nuk do të marr pjesë. Faleminderit për mundësinë. Ky shënim ishte më shumë se një kërkesë formale, ishte një test I vetdijes së produksionit, një mënyrë për të treguar që ai nuk donte të ishte vetëm një lojtar I zakonshëm. Ai kërkonte respekt për vendimin dhe për vetë dinjitetin e tij. Por historia u komplikuar edhe më tej. Në Big Brother Albania, në të njëjtin edicion, kishin hyrë dy nga të dashurat e Limin. Ky fakt nuk ishte I zakonshëm dhe krijoi një sfidë të madhe emocionale për të. Përplasja mes lojës dhe jetës private ishte e pavitueshme. Dy të dashurat nuk ishin thjesht pjesëmarrëse, ato ishin pjesë e historisë personale të Limit dhe kjo e bënte lojën jashtëzakonisht të ndërlikuar. Kjo situatë kishte një ndikim të madh te vendimi I Limit. Ai duhej të zgjedhë mes dy realiteteve, të hynte në Big Brother Albania, ku të dë. Ashurat e tij ishin pjesë e lojës dhe emocionet personale mund të komplikonin gjithçka, ose të pranoj ftesën e Big Brother Kosova, ku do të kishte mundësinë të fillonte një kapitull të ri, pa interferencat e të kaluar së afërt. Vendimi nuk ishte I lehtë. Ai kaloi net të tëra duke menduar, duke peshuar emocionet dhe strategjitë. E dinte që secili hap I tij do të shikohej dhe komentohesh nga publiku, që çdo zgjedhje do të kishte pasoja për banorët e tjerë, për produksionin dhe për marrëdhëniet personale. Në fund, Limi vendosi për Big Brother Kosova. Ai e shite si një mundësi për të rritur veten, për të sfiduar karakterin e tij dhe për të treguar më të mirën e tij pa ndikime të jashtme. Por ai nuk e harroi kurrë shënimin tek produksioni I Big Brother Albania, ishte një akt respekti për ata që e ftuan dhe një mënyrë për të ruajtur integritetin. Hyrja në Big Brother Kosova nuk ishte thjesht një fillim I ri, ishte një kapitull ku ai do të takohej me banor të rinj, ku do të njihej për Alba, provokative por e bukur në çdo hap, respekt dhe besim përfitore. Kur flas për Albën, nuk mund të mos mendoj sa shumë ndikim ka pasur tek unë gjatë gjithë eksperiencës së Big Brother. Ajo është provokative, kjo është e qartë. Herë të tjera duket sikur e bën me qëllim të nxjerrë jashtë vete, të testoj kufijtë e tjerë banor, të shohë reagimet. Por kjo nuk e bën negativisht të keqe, përkundrazi, është pjesë e karakterit të saj, ajo që e bën unike. Në çdo situatë ku ndodhej një debat, një lojë, një tension, Alba dinte të hidhte atë gjallëri që bënte gjithçka më intense. Dhe unë, për habin time, e kuptova se nuk është thjesht provokim pa kuptim. Ka një mënyrë për të treguar kush është, si të testoj sinqeritetin tënd dhe si të sfidoj për t'u bërë më I mirë. Unë gjithmonë kam qenë I sinqert, kur dikush më provokon, unë reagoj. Por me Albën nuk bëja vetëm reagim, unë jepja më shumë se sa merrja. Dhe kjo është ajo që e bëri gjithçka më të veçantë. Nuk ishte lojë pushteti, nuk ishte strategji e ftohtë. Ishte një sfidë emocionale, një duel tërheqjeje dhe dhurimi. Unë e jepja më shumë se sa marrja, sepse e respektoj dhe e kuptoj. Respekti im ndaj saj nuk ka të bëjë vetëm me atë që shes sy më sy, por edhe me mënyrën se si ajo I ka kaluar situatat, si ka qëndruar e fortë përballë çdo situate të vështirë dhe si e ka mbajtur dinjitetin. Çdo bisedë me të, çdo debat, çdo moment ku ajo ma kalonte kufijtë e provokonte, e bëri udhëtimin ton më të bukur, një rrugëtim ku mësova më shumë për durimin tim, për reagimet e mia dhe për vlerësimin e njerëzve të tjerë. Isha gjithmonë I hapur ndaj saj, edhe kur sfidat ishin të mëdha. E di që ka ditë kur nuk je e sigurt se si do të përfundoj, kur situata të lodh, kur provokimet të hedhin jashtë balancës.
por Alba është e fortë, e ditur, e sigurt në vetvete dhe gjithmonë e qartë se çfarë dëshiron. Dhe kjo e bën lojën tërheqëse dhe njerëzit rreth saj më të zgjuar, më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm. Ndërsa shikoj atë itet kaluese, fillova të kuptoj se çdo provokim i saj kishte një arsye. Nuk është për të sulmuar ose për t'i bërë dëm dikujt, është mënyra e saj për të nxjerrë më të mirën nga të gjithë, për të matur energjinë, për të ndërtuar momentet e pabesueshme të lojës. Për mua, çdo hap i saj ishte një sfidë dhe një mundësi për të mësuar diçka më shumë. Në mendjen time, e respektoj si askush tjetër. Një udhëtim kaq i bukur nuk mund të ndodhë me këdo, duhen guxim, personalitet dhe energji që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Dhe Alba ka të gjitha këto. Për këtë arsye, edhe pse ndonjëherë më provokonte dhe më nxirrte jashtë vete, unë e shikoja gjithmonë me admirim dhe respekt. Besimi im për të nuk është i vogël. Besoj se ajo është më e mira, jo vetëm për lojën, por edhe për mënyrën se si e ka luajtur atë me sinqeritet dhe pasion. Në çdo hap, në çdo debat, në çdo sfidë, ajo ka treguar një forcë që nuk shihet tek të gjithë. Dhe për këtë arsye, shpresoj dhe besoj se do të dalë fituese. Imagjinoj moment. Me Albën është si në anijen e piratëve, stuhia dhe emocionet e papritura. Që nga momenti kur dola nga shtëpia e Big Brother, një pjesë e mendjes sime nuk u largua kurrë prej atij vendi. Por kur fillova të flas për Albën, gjithçka ndryshoi. Sepse ajo nuk është thjesht një banore, nuk është thjesht shoqe e lojës, ajo është si një anije në mes të detit të pafund, dhe ti nuk di nëse do të përplas valet apo do të çojë drejt diellit. Të jemi sinqert, me Albën është sikur je në një anije dhe të kapin dallgët nga një stuhi e madhe. Një stuhi që nuk e prisje, por që është pjesë e aventurës. Herë valë të fuqishme që të marrin frymën, herë që ta përplas fytyrën, por gjithmonë emocionuese. Ndonjëherë mendoj se po jetoj në film, si Pirati i Karaibeve, mes ujrave të turbullta, me rreziqe të fshehura dhe momente që të mbajnë në skajin e ulses. Ka momente kur gjithçka duket e qetë. Ne qeshim, flasim, ndjejmë se gjithçka është normale. Albën e kupton si njëri i zgjuar, i drejtë dhe i qetë. Por pastaj, papritur, godet një valë që trondit gjithçka. Një debat, një keqkuptim, një emocione e papritur dhe ndihesh sikur po mbytesh. Por ajo nuk të lë. Në ato momente, e di se nuk je vetëm. Ajo është aty, duke të mbajtur fort në anijen e saj të çuditshme, duke të ndihmuar të ngrihesh. Eksitimi është gjithmonë prezent. Çdo hap, çdo fjalë, çdo veprim me Albën është si të ecësh mbi një litar mbi detin e trazuar. Nuk e di çfarë do ndodh pas sekondës tjetër, por di që do jetë ndryshe. Mund të qeshësh, mund të mërzitesh, mund të tronditesh, por çdo ndjesi është e fuqishme dhe e paharrueshme. Unë e vlerësoj këtë eksperiencë sepse nuk është e zakonshme të gjesh dikë që të përmban dhe të sfidon njëkohësisht. Ajo të mëson durimin, të mëson të besosh, të mëson të qëndrosh i fortë. Dhe megjithse stuhit janë të shumta, ka edhe ditë të bukura ku dielli depërton mbi ujërat e trazuara, ku buzëqeshja e saj të bën të ndihesh sikur je në port të qetë pas çdo aventure. Ajo nuk është vetëm një shok ose shoqë lojë, është një partner në një udhëtim që nganjëherë është emocionues, nganjëherë i rrezikshëm, por gjithmonë i paharrueshëm. Si piratët që kapen pas një thesari të fshehur, ti e ndjen këtë aventurë në çdo qelisë të trupit. Kur flas për Albën me njerëzit jashtë, shpesh e krahasoj këtë eksperiencë me një det të madh. Nuk mund ta parashikosh, nuk mund ta ndalosh valën, nuk mund të shmangësh stuhin. Por kur je aty, në anijen e saj, gjithçka duket e drejtë. Sepse ajo të bën të ndihesh i gjallë, i vëmendshëm, i përfshirë. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Edhe pse ndonjëherë stuhit janë të forta dhe të lodhin, ndonjëherë valet të kapin pa pritmas, të gjithë momentet e kësaj anijeje të përbashkët kanë një kuptim. Ato të tregojnë se aventura më e madhe nuk është fitimi ose humbja, por ndarja e saj me dikë që e ndan botën tënde në mënyrë kaq të sinqertë dhe të fuqishme. Në fund, të qëndrosh me Albën është të pranosh se do të ketë stuhi, do të ketë dallgë, do të. Fjala e limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuhi.
Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klas që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoj edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurm. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk i shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ia them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shohë atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha i dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti i shkon shumë asaj dere.